Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kardiologu me urdhër të prerë. Këto 8 ushqime duhet t'i hani menjëherë që të mos pësoni atak kardiak. Rëndësia e shëndetit kardiovaskular për mirëqenien e përgjithshme të trupit është e pamohueshme. Nuk nevojitet asnjë diskutim për të vërtetuar se zemra, një nga organet dominuese të trupit të njeriut, është jetike për jetëgjatësinë dhe mirëqenien tuaj. Megjithatë, shpesh kërcënohet nga sëmundje të ndryshme, disa prej të cilave vijnë nga zgjedhja e dobët e stilit jetesës. Një gjendje e tillë shumë e zakonshme dhe kërcënuese për zemrën është edhe kolesteroli i lartë. Sipas mjekut kardiolog doktoresh Elisabeth Klodias, themeluese e klinikës parandaluese të kardiologjisë, nëse keni kolesterol të lartë, përpara se të arrini tek pilulat për të rregulluar atë, hidhini një sy pjatës suaj të ushqimit. Ekspertët shpjegojnë se zakonet e të ngrënit luajnë një rol kyç në trajtimin e niveleve normale të kolesterolit. Për këtë arsye ajo rekomandon të filloni me ndryshime të vogla dhe të thjeshta në dietën tuaj ditore, të cilat mund t'japin rezultate spektakolare në rregullimin e kolesterolit, veçanërisht LDL-n e keqe e cila kontribon në akumulimin e yndyrnave në arterie që mund të çojnë edhe në atak kardiak. Sipas ekspertes, ndryshimet mund të nisin nga shtimi i disa ushqimeve të thjeshta, të lehta dhe ekonomike, të cilat japin një kontribut vendimtar në ruajtjen e shëndetit tuaj kardiovaskular. Por cilat janë këto ushqime? Bajamet. Një studim i vitit 2018 zbuloi se bajamet mund të ulin kolesterolin LDL, ndërsa ruajnë ose dhe rrisin kolesterolin HDL, kolesterolin e mirë, që ndihmon në largimin e formave të tjera të dëmshme të kolesterolit nga qarkullimi i gjakut. Nëse nuk ju pëlqejnë bajamet, mund t'i konsumoni si alternativë lajthit, arrat ose fistikët, të cilët gjithashtu kanë treguar se ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zemrës, citon ekspertja. Brokoli. Studime të shumta kanë lidhur shëndetin kardiovaskular me një dietë të pasur me perime. Nga këto bie në sy përfitimi i brokolit, një perime e pasur me fibra të tretshme të cilat mund të përfitojnë ndjeshëm përpjekjet për të ulur kolesterolin e lartë. Po aq të rëndësishme në ruajtjen e niveleve normale janë spinaqi, lakrat e Brukselit dhe lakrat. Tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibër duke përfshirë fibra të tretshme të cilat reduktojnë përthithjen e kolesterolit në sistemin tretës. Fibrat gjithashtu mbrojnë nga rritja e insulinës, e cila nga ana tjetër kontribon në rritjen e niveleve të kolesterolit të keq dhe përfitimeve të mira për shëndetin e zemrës. Nëse nuk hani mjaftueshëm fibra, rritja e marrjes me 10 gram në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e sulmit në zemër me 14% dhe humbjen e jetës nga sëmundjet e zemrës me 27%, sipas gjetjeve në një studim të lidhur. Farat chia. Farat chia janë një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3, një komponent i vlefshëm për shëndetin e trupit. Rritja e konsumit të këtyre yndyrnave të shëndetshme edhe me 1 gram në ditë është e shoqëruar me uljen me 16% të rrezikut të problemeve kardiovaskulare. Megjithatë, acidet yndyrore omega 3 nuk duket se kanë efekte të veçanta në nivelin e kolesterolit LDL, ato gjithashtu mund të rrisin kolesterolin HDL. Shalqini. Nëse dëshironi të rregulloni kolesterolin, por dëshironi edhe marrjen e përditshme të sheqerit, atëherë lini mënjanë ushqimet e pashëndetshme dhe shijoni një fet shalqini. Shalqini përmban likopen, i cili njihet për aftësinë e tij në reduktimin e lipideve. Sigurohuni që të konsumoni sa më shumë produkte natyrale për të përmirësuar kështu edhe shëndetin kardiovaskular. Konsumi i rregullt i frutave dhe perimeve është i lidhur shkencërisht me uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Por cili frut do t'i jap përparësi? Nëse pyesni kardiologët, përgjigjja është manaferat, mollët dhe bananet. Manaferat janë veçanërisht të pasur me antioksidant dhe fibër. Përveç se janë të shëndetshme për zorët, fibrat janë gjithashtu çelësi për shëndetin e zemrës, duke ndihmuar në mbajtjen e kolesterolit në nivele të shëndetshme dhe parandalimin e rritjes së presionit të gjakut, citon kardiologja Joy Gelbman. Kardiologu Deep Vik thotë se duhet të shtoni më shumë mollë në dietën tuaj. Ato përmbajnë polifenole dhe flavonoide që kanë veti të rëndësishme antioksiduese për shëndetin e përgjithshëm. Përfshirja e produkteve të duhura ushqyese,
Në dietën tuaj të përgjithshme është një mundësi e shkëlqyer për të ndikuar pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përveç kësaj, mollët janë gjithashtu një burim i mirë i fibrave, vitaminës C dhe kaliumit, të cilat të gjitha mbështesin shëndetin kardiovaskular. Mollët kanë një indeks të ulët glicemik dhe konsumi i ushqimeve të tilla ndihmon në uljen e rrezikut të diabetit dhe kolesterolit, që nga ana tjetër ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, shpjegoi Vivek. Kardiologja Susan Keir konsumon banane për shëndetin e zemrës. Bananet janë një burim i mirë i fibrave dietike, vitaminës C, vitaminës B6, kaliumit, magnezit dhe antioksidantëve. Këto lëndë ushqyese jo vetëm që mbështesin zemrën, por ndihmojnë gjithashtu trupin në mënyra të tjera. Fibrat dietike ndihmojnë me tretjen. Vitamina C forcon sistemin imunitar dhe vitamina B6 është e rëndësishme për zhvillimin e trurit dhe të nervave. Frutat janë veçanërisht të dobishme për shëndetin e zemrës. Përveç se përmbajnë shumë vitaminë dhe mineral, vlerësohet se rreth 80% e humbjes së jetës mund të parandalohet përmes dietës dhe mënyrës së jetësore, citon doktor Gelman. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon 4 porcione me fruta në ditë si pjesë e një diete të shëndetshme dhe të ekuilibruar, për të ndikuar pozitivisht gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit kardiovaskular. Sëmundjet e zemrës ishin shkaku numër 1 i humbjes së jetës në Shtetet e Bashkuara në vitin 2020, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Por studiuesit vazhdojnë të mësojnë më shumë se si të parandaloni sëmundjet kardiovaskulare, të cilat përfshijnë si goditje në tru, ashtu dhe sulmi në zemër, dhe është e qartë se të ngrënit dhe të jetuari shëndetshëm mund të bëjë ndryshime të mëdha. Këtu nutricionistët theksojnë se çfarë mund të përfshini në dietën tuaj për të mbajtur zemrën të lumtur në dekadat në vijim. Një produkt shumë i rëndësishëm për dietën tuaj është edhe salmoni. Salmoni dhe peshqit si sardelet janë super yjet e ushqimeve të shëndetshme për zemrën. Kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të bollshme të acideve yndyrore omega-3 të treguara në studime për uljen e rrezikut të aritmisë dhe arteriosklerozës dhe ulin trigliceridet, dhe Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që ta hani peshk dhe mundësisht peshk të yndyrshëm, të paktën 2 herë në javë. Ju gjithashtu mund të merrni vajra peshku të pasur me omega-3 si suplemente dietike. Megjithatë, ato mund të mos kenë omega-3, DHA dhe EPA, që gjenden posaçërisht në peshkun e yndyrshëm. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme të cilat mund të ulin kolesterolin. Ai vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe thith kolesterolin në mënyrë që të eliminohet nga trupi dhe të mos përthithet në qarkullimin e gjakut, citon Lauren Graf. Manaferat. Jo vetëm boronicat, por luleshtrydhe dhe manaferat e tjera mund të ulin rrezikun për sëmundjen e zemrës. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës 25-42 vjeç që hanin më shumë se 3 racione boronic dhe luleshtrydhe në javë, kishin një rrezik 32% më të ulët të sulmi në zemër krahasuar me ato që hanin më pak. Çokolata e zezë. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë, çokolata e bërë nga të paktën 60 deri në 70% kakao, mund të jetë e dobishme për shëndetin e zemrës suaj. Një përmbledhje e botuar në vitin 2015 në revistën Vascular Pharmacology pranoi prova për disa mënyra se si çokolata e zezë mund të ndihmojë në sëmundjet e zemrës, por paralajmëroi se nevojiten më shumë studime. Agrumet. Njerëzit që konsumojnë sasi të lartë të flavonoideve që gjenden te agrumet kanë një rrezik më të ulët të goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër, sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në revistën ndërkombëtare të epidemiologjisë. Gjithashtu patatet, domatet, arrat, vaji, ullirit, brokoli, kafe, farat e lirit dhe chia, avokado, sheg dhe moll janë zgjidhje të mira ushqyese për ju. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.